I dënuari me 5 vjet burgim Musa Ademi sipas trupit gjykues duke filluar nga gushti i vitit 2013 në Kosovë. Vazhdimisht u ka bërë thirrje personave të tjerë për pjesëmarrje në aktivitetet e organizatës terroriste ISIS. Ka bërë propagandë intenzive, verbale, si dhe përmes internetit, Facebook, email, Viber, Skype, përmes të cilit ka dërguar informata dhe fotografi lidhur me aktivitetet terroriste të kësaj organizate. Dhe njëkohësisht, prej burimeve të ndryshme, ka siguruar fonde të ndryshme materiale, nga të cilat ka bler biletat e aeroplanit të nxjerrë në agjencionin Pegasus në Prishtinë për personat blerim heta dhe fatonivoja, të cilët në të njëjtën datë kanë udhëtuar nga aeroporti i Prishtinës për në Stamboll e pastaj u janë bashkuar organizatës terroriste ISIS në Siri. Sipas gjykatësit, personi që Musa Ademi kishte ndihmuar njërin nga të rekrutuarit që më 25 mars të vitit 2014 ka kryer akt vetvrasës terrorist në shtetin e Irakut, duke vrarë 52 persona. Njëri blerim heta me datë 24 mars 2014 ka kryer akt vetvrasës terrorist në shtetin e Irakut, duke vrarë vetën dhe 52 persona të tjerë. Ndërsa Fatoni Voja ende gjendet në Siri si pjesëtar i aktiviteteve të grupit terrorist. Ndërkas me datë 15 maj 2014 ka organizuar shkuarje në Siri të personave Fitim Lladroci dhe Nezdet Berisha, i cili ky i fundit në momentet e fundit para se të fluturoj ka ndruar mendimin dhe nuk ka shkuar për të anëtarësuar në këtë organizat. Kurse Fitim Lladroci, si pjesëtar i ISIS-it në Siri, ka qëndruar rreth 5 muaj. Dhe tani gjendet në vujtje të dënimit për aktivitetet terroriste në organizatën ISIS. Avokati mbrojtës i Musa Ademit Bekim Sulejmani ndërkaq tha se trupi gjykues nuk ka pasur prova të mjaftueshme për këtë vendim. Gjatë gjithë shqyrtimeve që i kemi bajt nuk u provu asnjë fakt. Po papse prap vendimi i gjykatës është vendim. Dhe ne si të tillë do të më pranojmë. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankesën afat 15 ditësh.